Sot, grupi për studime juridike dhe politike do të botoj edicionin e 9, do të publikoj edicionin e 9 të indeksit të performancës së institucioneve të sistemit të drejtësisë në Kosovë, tashmë i njohur në emrin Rolpik. Ky indeks ka filluar pothuajse para 10 viteve dhe ofron dy lloj të dhënash. Të dhënat e perceptimit, ku matet perceptimi qytetar ndaj disa indikatorëve të rëndësishëm në performancën e sistemit gjyqësor dhe prokurorial, si dhe institucioneve të tjera të drejtësisë. Për të realizuar këtë edicion, ne si vjet kemi realizuar një anketë reprezentative në qershor të këtij viti. Kurse pjesa tjetër të dhënave janë të dhëna strukturore, përkatësisht ofron një analizë të dhënave që mirën nga raportet vjetore të Këshillit Prokurorial dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës, dhe ky edicion reflekton mbi të gjeturat kryesore të këtyre të dhënave strukturore për vitin 2024. Ne e dim që institucionet e drejtësisë vazhdojnë ende të jenë në lupën kritike, si të shoqërisë civile, po ashtu edhe të vlerësimeve të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare. Më së shumti përmendën mungesa e politika ulët ndëshkimore, amnistimi i personave të profilit të lartë dhe ndikimi politik, varritja e procedimit të rasteve, akuzat jo të plota dhe niveli i ulët i konfiskimit të pasurisë së fituar kundërligjshëm. Megjithatë, ne konsiderojmë që të gjitha këto mungesë në sistemin e drejtësisë nuk mund t'i veshëm vetëm organeve dhe personave që merren me menaxhimin e tyre, por një pjesë e përgjegjësisë bie edhe tek pushteti ekzekutiv dhe tek ai legjislativ. Indeksi i performancës institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë apo Rolpik botohet për herë të 9 nga GLPS dhe siç e përmendi Njomza më herët, ka për qëllim të vlerësoj punën dhe efikasitetin e institucioneve të drejtësisë në Kosovë. Si dhe të bëjmë matjen e opinionit publik lidhur me këto institucione. Raporti ka përmban një anketë që është realizuar me një mostër përfaqësuese me qytetarë të Kosovës prej 1065 pjesëmarrës, ku 49% e tyre janë burra dhe 51% gra. Të gjithë të moshës madhore mbi 18 vjeçare dhe sa i përket etnisë, nga totali të anketuarve 75% e tyre janë shqiptar, 14.1 janë serb, 10.9 nga komunitetet e tjera jo shumicë. Dhe sa i përket vendbanimet, 46.5 të tyre vijnë nga zonat urbane dhe 53.5 nga zonat rurale. Në anketë janë të përfshira 20 pyetje me 4-9 pyetje, pra 24 në total, dhe ndër të tjera, disa nga pyetjet janë ndikimi politik në institucionet e drejtësisë, mitmarrja apo rishfete, efektiviteti e institucioneve në luftimin e korrupsionit, gatishmëria e qytetarëve për të raportuar korrupsionin dhe veprat e tjera penale, ofrimi i shërbimeve nga institucionet e drejtësisë, kënaqësia e qytetarëve me performancën e institucioneve të drejtësisë, pavarësia në vendimarrje e këtyre institucioneve, ku janë të bazuar më shumë gjyqtarët gjatë vendimarrjes së tyre, sa janë përmirësuar këto institucione dhe në cilat dimensione. Po ashtu janë pyetur qytetarët për procesin e vettingut dhe të byros për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, si dhe për nivelin e sigurisë dhe besueshmërinë e ndaj dhomave të specializuara të Kosovës. Ndërsa në vlerësimin e punës për institucionet e drejtësisë, ne kemi marrë për bazë raportet e Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokurorial të Kosovës, si dhe të Prokurorit të Shtetit, po ashtu ne kemi shqyrtuar edhe ndarjet buxhetore për Këshillin Prokurorial dhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Të gjeturat do të i paraqesim në formë të infografikave. Në pyetjen se a mendojnë qytetarët se personat me ndikim politik kanë më pak gjasa të ndëshkohen nga ligje, 75.6% e tyre janë përgjigjur se po, mendojnë ashtu, ndërsa 16.3% nuk mendojnë ashtu. Nga këto institucione, qytetarët kanë konsideruar se më së shumti kanë prirë të ndikohen nga politikat, gjykatat me 35.1%, prokurorit me 34%, dhe policia me 17.7%. Ndërsa tek mitmarrja, 47.9% e qytetarëve mendojnë se
zyrtarët e institucioneve të drejtësisë pranojnë ose kërkojnë mito apo rishvet, ndërsa ata mendojnë se më së shumti nga këto institucione pranojnë ose kërkojnë mito zyrtarët e gjykatave me 41.6%. Dhe të prokurorisë me 37.6%. Në efektivitetin në luftimin e korrupsionit, qytetarët i kanë vlerësuar institucionet një nga një me një shkallë prej 1 as pak të kënaqur deri në 5 plotësisht të kënaqur për efektivitetin e tyre në luftën kundër korrupsionit. Policia është vlerësuar me më së shumti me një besueshmëri mesatare prej 3.7, pastaj mediat me 3.2, organizatat e shoqërisë civile me 3.1, Agjencia për parandalimin e korrupsionit me 3, gjykatat me 2.9 dhe prokurorit me mesatare prej 2.8. Në gatishmërinë e qytetarëve për të raportuar korrupsionin dhe veprat e tjera penale, qytetarët janë përgjigjur, tregohen të gatshëm të raportojnë korrupsionin dhe veprat e tjera në një mas 78.6%. Dhe shumica e tyre do të raportonin atë në Policinë e Kosovës 80.8% pra. 8.7% e tyre në Agjencinë për parandalimin e korrupsionit, 4.9 në media dhe vetëm 2.7 dhe 2.3 në prokurori dhe gjykat. Në shërbimet nga institucionet e drejtësisë, vetëm 6 të anketuarve janë deklaruar se janë aktualisht palë. 6% e të anketuarve janë deklaruar se janë aktualisht palë në gjykata, 14 të akuzuar, 56.4 të dëmtuar, 15% si paditës dhe 14 si dëshmitar. 29.9 gati 30 pra e qytetarëve kanë marrë ose kanë pranuar shërbime nga institucionet e drejtësisë dhe lidhur me ofrimin e shërbimeve në mënyrë digjitale si përcjellja e statusit të lëndëve në gjykatë dhe nxjerrja e certifikatës mbi dënimet penale, mes vlerave 1 dhe 5, 76% e qytetarëve kanë deklaruar se janë ndarë të kënaqur, pra e kanë vlerësuar atë me vlerën 3, 4 ose 5. Për mua gjithmonë është kënaqësi që të marr pjesë në këto raste për të dëshmuar se sistemi prokural i Kosovës dhe prokurori i shtetit në veçanti është duke bërë një punë tepër të madhe për të pasur një transparencë dhe për të pasur një qasje më ndryshe në raport me publikun dhe në raport me mendimet e publikut për punën tonë. Më vjen shumë mirë dhe unë do të filloj pikërisht nga kjo punë shumë e madhe që e keni bërë dhe ju përgëzoj për këtë që e keni bërë, sepse kjo për neve është edhe një arsye për të shiku dhe rishiku punën tonë, për të përmirësuar efikasitetin dhe për të pasë si mund të arrijmë në një rezultat më të mirë se sa ajo që jemi sot. Më vjen shumë mirë që vlerësimin ju që e keni bërë, atë vlerësimin e punës tonë zyrtare, e keni konstatuar se efikasiteti jonë është 90% të kryerjes së lëndëve të pranuara dhe në krahasim me vitet 2022 dhe 2023, ju e keni konstatuar se jemi në vazhdimsi në rritje. Për shembull, derisa në vitin 2023 ishim me 76% të efikasitetit, në vitin 2024 jemi me 90%. Sa i përket pavarësisë dhe ndikimeve politike, për mua shpeshherë befasi perceptimi i qytetarëve, sepse nëse shikoni përqindjen e njerëzve të cilët janë pyetur për pavarësinë, ju e shihni që dikon 71% të respondentëve janë persona që s'kan pas kurrë në një lëndë në prokurori. Janë vetëm 6% të tyre që kanë pas ndonjëherë në një rast. Dhe unë e vlerësoj shumë mendimin e qytetarëve dhe perceptimin e tyre. Por vetë kjo përqindje dhe
pjesëmarrja tyre në procedurat tona ose në rastet tona penale tregon se sa janë ata drejt për drejt të njoftuar për aktivitetet dhe punën tonë si prokurori. Kur flasim për pavarësinë, perceptimi i qytetarëve është se policia është më e besueshme se sa prokuroria. Asnjë veprim i cili duhet të siguroj prova dhe dëshmi për gjykatën, prova të pranueshme, nuk mund të bëhet nga policia pa autorizimin e prokurorit, pa udhëzimet e prokurorit, pa bashkëpunim me prokurorin. Nëse shikoni përqindjet, del që ai që kryen shërbime për prokurorin është më i besueshëm se sa prokurori që jep autorizim për të kryer këto shërbime. Po megjithatë, ne punojmë si ekip me policinë. Prokurorët nuk zgjedhen nga politika, nuk emërohen nga politika. Ndërsa prokurorët e policisë po, sepse ligji e thot ashtu. Jo që e zgjedhim ne ose policia këtë, por ligji e thot që drejtorin e policisë duhet ta emërojë dikush nga politika. Kryeprokurorin e shtetit nuk e zgjedh politika, por vendos presidenti, që ende nuk është duke vendosur, ose thjesht ka vendosur një herë, po ne po presim për të dytën herë me pas një mendim të presidentes. Ky është viti 4 që ne presim. Sa i përket konfiskimit, sekuestrimit, vërtet kanë të drejtë qytetarët, dhe këtu duhet jemi vetë kritik. Ne prokurorët, po edhe gjykata me neve bashkë, nuk jemi ende në nivelin e detyrës. Ka hapësirë, ka vend, ka bazë ligjore për sekuestrim dhe konfiskim të vlerave shumë më të mëdha se sa ato aktuale. Vetëm në vitin kur kishim rastin e Banskës, kishim shifra milionëshe që u konfiskuan, pjesa më e madhe e tyre ishte konfiskim automatik që kodi penal na detyron ta konfiskojmë atë. Mirë, po kur flasim për konfiskimin, sidomos një pjesë që ka trajtuar raporti, për konfiskimin civil, për pasurinë pa justifikueshme, unë personalisht kam mbështetur çdo iniciativë në këtë drejtim, por mbështetja ime ka mbetur shumë pak e realizuar, për shkak se qeveria dhe parlamenti kanë konsideruar se duhet të konfiskohet pasuria vetëm e personave zyrtar, kur është e pajustifikueshme. Unë mendoj që është një qasje e gabueshme, sepse nëse delni jashtë këtij hoteli, do të shihni njerëz të një moshe të re, që ndoshta s'kan punuar kurrë, që drejtojnë makina me vlera qindra e mijëra euro. Nëse shkoni pak më tutje në një lagje shumë ekskluzive, do të shihni villa, shtëpia që janë milionëshe të njerëzit që ndoshta kurrë rrogë në jetën e vet s'kan marrë. Kurrë nuk kanë punuar në punën e shtetit, nuk kanë qenë kurrë zyrtar. Nga vjen ajo pasuri. Pra, ky ligj për byron konsideroj që në një kohë jo shumë të lartë duhet të ndryshohet dhe duhet të plotësohet. Dhe në atë ligj të futen të gjithë qytetarët të cilët kanë pasuri me vlera shumë të larta dhe kur nuk dihet burimi i asaj pasurie. Sa i përket buxhetit, edhe buxheti tregon pak a shumë pavarësinë tonë. Vetëm 3 vitet e fundit, 2022, 2023 dhe 2024, raporti ka konstatuar se në vitin 2022 kishim një rritje 0.63%. Në vitin 2023 kishim një ulje, sepse kishim vetëm një 0.50%. Ndërsa në vitin 2024 na u rrit buxheti për 0.02%. Nëse dojmë efikasitet, nëse dojmë drejtësi cilësore, nëse dojmë një perceptim më të mirë qytetarëve për sistemin tonë, duhet të ndajmë buxhet për prokuror sipas numrit të rasteve që kemi në zyrtar tonë. Ka një ndryshim të rëndësishëm këtë aspekt.
që për herë të parë drejtësia në Kosovë nuk po e shpang përgjegjësinë e vet. Duhet jetë dhe po bëhet çdo ditë më tepër llogaridhënëse. Dhe në mars të këtij viti, unë kam qëndruar në qytetin e bukur italian të Venedikut, ku në Komisionin e Venecias ne kemi marrë dritën jeshile që ligjin për statusin, performancën e integritetit dhe gjyqtarëve dhe prokurorëve ta jetësojmë. Tash jemi në një stat të ngërçit politik, por besoj që në momentin kur të themelohet kuvendi i ri dhe të vijojë punën e tij, normalisht kjo pako ligjore që është bërë me konsensusin e plotë të KXK-s dhe të KPK-s të kaloj procedurat e zakonshme të kuvendit dhe të jetësohet, dhe ky nuk është ndonjë plan B i vettingut, që qytetarët do të mund besojnë që se vettingu ndoshta u keq kuptuar në nivelin e laik të fjalës, sepse mendojnë njerëzit kur do të shohin atje disa koka të prera, po them figurativisht në Shqipëri, që ta shohin ndonjë gjyqtar në prokuror dhe ndonjë titull medial që filan Fisteku nuk është më gjyqtar sepse s'ka arrit me justifiku ai, grua ti, ose vllau ose motra pasurinë dhe në mënyrë që të shkojë te shtëpia. Ne s'kemi synu kur me bëj asnjë vetting. Ne kemi synu bashkërisht me zotin Kelmend dhe me gjithë aktorët dhe me zotin Zogaj nga KXK që të bëjmë një lloj vettingu i cili do t'i rezistoj kohës dhe do t'jetë krejtësisht empirik në kuptimin e fjalës. Sot jemi 23 tetor. Nëse jam matematik i mirë, na juristat kena të lashë në matematik, prej 21 shkurtit të vitit 2024 janë 20 muaj 2 ditë që byroja ndodhet në sirtarët e gjykatës kushtetuese. E pa precedent në historikën prej themelimit të gjykatës kushtetuese që një reformë që neve na i ka marrë gjysmën e mandatit për me kriju edhe gjysmën e mandatit po e presim për me marrë përgjigje për kësaj gjykate. 21 shkurt 24, 23 tetor 25, byroja s'ka përgjigje nga gjykata kushtetuese nëse është në përputhje me standardet kushtetuese dhe drejtat e njerëzit. Kjo është një gjë e pa precedent dhe na nuk kemi këtu kur gjë me bu. Na veç do të me rrit presionin pozitiv dhe këtë kritik konstruktive, në mënyrë që mos me besu që ata janë do njerëz sakral, janë mbledhë në një konklav në lagjën pejton të Prishtinës dhe mendojnë që ata do të me majtë një 2-3 vjetë. Jo, 20 muaj janë shumë, janë e pa justifikueshme. Qysh po japin zër për këto proceset politike për 2-3 javë me kryja gjykime, edhe aty për 2-3 muaj e këshin kry. Hajde po themi në ajo që quhet racionale njerëzore dhe gjykimi i arsyeshëm.